Atëherë me që pas ati rrëfimi preks është koha të flasim për diçka krejt tjetër, temë të cilë në fakt dojë ta prezentën të Jehona, për nuk kisha mundësi me mi kjo informacion pa ja udhone. Sot në blokun e fundit i kena mysafir 2 kolegë dhe shokët me cilët e kanë bo një super emision. Ata janë njërin e njëmë si Gaçe edhe tjetërin si Dandi. Përshëndetje, shumë kënaqësimi pas në studio. Në fakt, emision që po rikthehet, se ishte një kontransmetim, krejt kjo në Radio Klano Kosova FM, pra 2 zëra që na bëjnë të qeshim, na hapin një energji pozitive, kështu njën në fakt edhe në ndër kolegë. Edhe në koridor. Do mos Dani është... S'ka shansë. Jo, qëfar do mos muna. Nëse mas po e fajndirë që keni ardhë, është knasi gjithmonë me konë me neve, jo. Po, na e patëm fillim, po për arsye personalit Danit, qashtu e patë punën, jo policia, jo shtetë, jo probleme, sene. Për policinë ka fjallën... Po dash me pauzu. Falë që të qita ndellë, po... Mustani, zdashta. Farë punë, veç pas nëse ka mundësi se Kosovë të desh, për ekskluzivitetet gjithë, që edhe një pja epi, që edhe një për asë me vazhdu, Dani është edhe Spider-Man që kënë gjami, për herë të parë pja. Dani është Spider-Man që këna folë, okej. Tanë të dashtë me kom Kem dilema mi ka zua, jo, po thashtë ju ka zë, se... Jo, se kishë mujtë me posë polemikat rëzikshme me zotri Gashin, kështu që për qatë arsye edhe i këna kërësi Dani. Dashtë me orë dhe me musafirët ma herët për e lapë. Në koridorë më shefa. Mirë, Dani për ndryshe për krejt shikuesit edhe jo që për qelni Klan Kosovën, edhe nëse vini me na vizitu nërë, nëse dëgjoni një të qeshër, qaj është Dani, dhe me thonë, Dani nëse ka mundësi një shembull? Qëta është për momentin të... Në fakt, problemi është kur thrasim njerëz që i njohim, naturisht se u adim edhe specifika tjera, por edhe nuk arrim që ndalim së qeshurit e këto. Por për shikuesit që na shohin në kur, çfarë trajtimi, në çfarë kohe do t'ju gjejnë njerëzit dhe status gjatë emisionit gjithsej? Po, jehun do më thonë në ciklin e parë dhe të dytë e kemi pas emisionit mërkurë dhe të ejtë, tash në ciklin e tretë të emisionit e kemi çdo të martë edhe të ejtë, prej orës 20 deri në ora 24. Ko ke përgatit, për orës 10 deri në 12. Prej orës 10 deri në 12. Shkështë të Dani, vishbak, Dan, falë si te, vla. Dani se Dan, mos e qonë në vlashkë, vesh jese. Ora 22, tha, ku jem su, Dan? Qyshe erdi ideja ju të dy me bo emision, se këtë përgjigjes na keni. Kuej, dhe më thonë... Qyshe erdi këtë koncept? Dhe më me të kalëzu drejt, do konë andër hesape, dhe më qyshe nga kënë... Andër e Danit me bo emision me ty. Ade nga e folja qyshe zbëllej talentit tënë, tu kënë kuzhinë e sanë, usim kënë kuzhinë, për një më kënë tu... Në tosh. Jo, faktikisht Dani ka full me të radjes, edhe ju ka pëlqy Dani qysh do prova dhe gjona dhe sene që i ka buke, para meje, edhe unë e kom pas plan me bu një emision, po zdesha me kënë edhe zdesha qysh mja bu, qa me bu, tek me bu, edhe Dani veç ish marrë vesh me të radjes, edhe mas e i këshin folë me kënë me marrë, kënë me zgjeta, ne, jo për marrëm kronin, për kronin u konë në 7, edhe mas e qëshin konë mas mirë të mbut, po vjen, tha, balë tha u kry, thash, qa u kry, tha, sot dina në emisjen, thash, pësa me... Sot? Po, sot... Kur gjë s'ka dit, hiq? Thash, jo, vlashkës jam, jo, po, tha, nura 10, tha, këna mja njës. Ty bestik fa nuk e dhja që shku mjetu unë atë ditë. Jo stres, po të merë. Para prakisht në të këna po në për reklama. Ti ke lujtë reklama, Gaçe, po kështu s'ka ra nëse s'ga bëj para prakisht me qenë kështu dhe pjesën e showt. Po, u konë reklama... Këtu kështu njëtë për dëshme, po jo i fapshën. Kjo konë reklama, po do ke në fund atje. Organizem. Mirë, pra mis që kjo do t'jetë edhe formati emisionit, do t'keni të qeshura pa fund, po njësem po më interesant me ditë, për ndryshe prëmët e këtë në gjithë në kohë më atë mirat në Klan. E ta shojmë pak, se ka një farë energjie të mirë. Danë ta pas kanë zërë që momentin e kërcimet që e ki. Muzika vetë kratë qohen. Me cilën janë i zakonisht? Me shto. Të majtën, majtako ke. Jo, majtakem. Pse të promoja e martë e ajte...
Të ja ke e madhe? është pak slang, abdin është e marte, e ejte. Një të e që është... E këna shkru ta mënë që shqiptohet. Oke, marte ejte. E marte. E marte, e ejte. Çfarë profile kena me pas me juve dëve? Ndryshme. Do më thonë, keqa i shenë TikTok, të na kemi pas. Ose ma mirë keqa i shojmë të jo, tani kanë me dalë në TikTok. Edhe ona e kondërt. Kena mu mënu me kontribu kërënë e johën edhe analisa me gjithë pëse jo, së është dhe më thonë ka nevoj për analisa të rije sene, më edhe qatë apë. Çfarë lëmive, për shambull? Parketit s'ka për. Analizat parketit. Se do me thonë se kjo ka një logik, po thushe e kanë hupa drejtësini, nuk është më drejtë s'ka. Kesha me thonë që edhe kur përshkojnë emisionin, përshkojnë pa libir. Po puna është edhe këta analizat e Facebookit po ankohen që s'pju e për të hapsin. E ki po për shamun të jeshet të komentu shqiptarë që të shtretë ose në telefon shkruan të komentën, të shana edhe dhe me që e shfa... Okej, pro kjo emision ka lindë si nevoj e analistave të Facebookut për me pas hapsirë mu shprej. Edhe mi shpraz pa kafet. Okej. Edhe pse jo, ka një, se emision e kena natën, bënë edhe me shaka. A do të ketë edhe telefonata? Do të rasti njerëzit? Me telefonata njëherë jo, po përdo nga me njësë mund do të që me mesazha, do nga me bo njëherë, po ne përdo nga me janë shu kemër, që shtu të kemër shevla? Kurth, do të bërë një kurth? Jo, kurth, po kemër është, adhe me thonë që po mësë me bo që asen. Me telefonata është... E që aty në ChatGPT të ishu që a kemër, ose hajtë lesë. Për ndryshe publiku për thot mirë që në radio se shumë jenë të livrit për emision në televizion. Po, është edhe është pak... I nga mësu se kom nër tavolinë nuk në shqinë. Ova, ore pjullo, ma është mirë, pas 10 vjetën nështë apë e një gati dhe për televizion, se e ka stresin e televizion. Je unë si të shë kam... Se keni dasht, ju kurë, se keni pas Për ndryshë është interesant për krejt publikun me ju të regu se këta dy kolegë tonë të dytë e ka një përvoj pëthuaj se 15 vjetë në Klan Kosova. Do me thonë të dytë jenë prej themeluzve të njerëzës parë që kanë punu në Klan dhe realisht Dani është organizator, ka qenë një prej organizatorë më të mirë që kena pas realisht edhe normal ga që është departamenti i grafikës e Klani për grafika. Dhe kushtë që ka qenë Klan Kosova ose ka dëgju, se ka pas punë me Klan Kosova, këto dy personazhe një? Dani për organizim. Do mos Dani nifët si që e stremdhesh, do më thonë. Qa dëshit ka pas nevoj për Dani e konë aty. Ka vist atest. Shëmir, kalëzën a qëfar pun ke krynë që të institucion, kështë matë pas akantat. A me ma letër me shkrua? Veç që s'kom zidu, tira të krejt. Po cilja ka qenë diçka që nuk të ka që me bo, po prapë ke bo për shka këtë funksionit, për me funksionu gjithë shka? Krejti ku bo. Mrena Klanit, thuja se shumicën e punve. Mrena Klanit, do më thonë, të njësë prej shoferit, skenografit, krejti ku bo. A i njetë gjithë punëtorët në Klan Kosova? A i njetë gjithë, që kanë qenë edhe që kanë ardhur? Po, pa qeter. Do më thonë, prej datës kur ka fillu televizioni edhe deri sot shumicën një. 95% një. E tash së fundi, jo, do më thonë, nuk mëna me thonë që i një krejt, se ka departamente që edhe së më ka radhe me... Jemi rritë shumë. Me po, shumicën po, 95% po. Qa ka me dalu kështu saj për këtë muzikës? Ga që e ki shumë shien e mirë muzikës kështu, ekipin dopt e ki që e këshyrë futbol, po të muzikës nuk mujna me thonë ashtu. Shëqër që si nalë për së fort me folë, Shëqër, mos falë, që e anisë më kush me njerë. Të regom. Ja ka nishë me përqy loja Spezjes. Spezjes, po se dhe Spezja lu ma mirë se Manchesteri. Qëmar muzike kena me pasit e emision? Po muzikë, si më pra më jo, ato është ki sigurd, se nuk më pëlqena muzikë, po besoj muzika tjera, po unë jam ma shumë fans si muzikës elektronike, po do të me përzipë, pak disco funk, pak, të me dhe muzikat mira, po besoj që kam ju përqy njëzë, nuk e di. Edhe më varë tani për disponimit Dani, se mësë po, se kjo dhe bod nërvëz. Ga i që shjene keqet muzikës e ka Dani? Nuk esha thot keqe, ndryshe e ka, ndryshe e hon. Keqe po ka ndryshe. Ndryshe e hon. Se mos po preket komunitetit Danit. Jo, unë kësha thonë që shien e mire kena komunitetit, tani këta muzikë si ga që ngujnë veç në përkere, nuk ngujnë në komunitet. Te qëfar muzikë, ki ku ngujnë muzika që te nga në kështa?
Na henxhe, dasma, syneti, valle. Edhe në me bluda. Mirë, do me thonë që kjo është edhe pjesa tjetër emision për krejt juve, pak me seriozitet me spjegu, do me thonë këmi pas dy botat ndryshme, si në muzik, si në bised, si në parashitje. Fiksim promo jena unë e gache. Se jena live të Kosova të dhe me një mesazh kërën, mësëm që mesazh e vlo. Mos harro tash më thirrë atë mund në emision. Jo, bëthuja live. O vlla, o kërën, mamëre. Nuk po të nevoj me Po ta nevoj se najna Kosova të dhe vlo, na lezojmë se janë live. Qëre? Edhe thirim njerëz. Po. Shta është thirë gjibani. Unë i Kosova të dhe. Po, që. Fiks që ta dy jena na, do më thonë Mirë, dy sot botat të të ndryshme. kure, në fakt, po nesër, me fillim nga ora 22 është, apo? Në ora 22 në Klan Kosova FM, pra vjen ky super emision që ka qenë në fakt transmetim edhe të kaluarën, dhe me të vërtet ka një qasje pa cenzur, shumë energji e mirë, pas një kompleks, është thjesht muhabeti që bëni ju dy në jetën e përgjithshme. Totalisht veç na dy, në habitatin tonë jena, se cili. Komplimentet jam, uroj që do të shkojmë bardhë, dhe pse jo, ndërsa në të ardhmën e bëni hanë e premë të emisionin. Shumë falenderit. Tu po të bosh, Ja u kisha këshillu, po okej. Tu po të bosh, edhe pak problema. Kur kërë juve qëfar stresi, asë s'kisha doshtë. Shumë faleminderit që po na sjellni këtë emision, edhe shumë faleminderit që ardhën Kosova të dhe me Shumë na. falenderit abi juve që naftut. Faleminderit. Shumë, është knasi. Për ndryshe, për krejt juve që të një... Edhe për asë me shku urime, jehon që kështë qelë Instagram, shumë mirë që jehon në komunitetin tonë të rritës Po, sociale. jam të mësua, Alja në hapa Apo, është po dohet bota virtuale mira, a? Ta ka qita le plusi me qitë foto? Po më beso që ako me hekë dhe zërë. Verifikoj sa ma shpejt se që ashtu puna, si di. Nuk është ma i rëndësishëm. Pra mirë, faleminderit për këtë. Atëherë misë të Klan Kosovës këtë dhe po e mbyll